nuk ka pengesë prej neve, është e kundërta. Ne po thojmë e janë në përputhje me rezultatin zgjedhor, i dhojmë vendit institucione. Banë kryetarin e kuvendit, banë qeverinë, zgjedhën e presidentin dhe tash pas qëndrimit fundit të LDK-s, rruga është e hapur. I kanë numrat, i kanë votat. Po këtë vend, edhe këtij vendi, mbas rezultatit zgjedhor, e ka përgjegjësinë, e ka mundësinë që lëvizja vetëvendosje, zoti Kurti me i dho institucione, apo me majt vendin në vakum institucional, ma lehtë marrën vesh dakordohen dy parti politike se sa kur bohen ma shumë. I ka numrat. Ata kanë pas negociata, ju bile dini ka qenë praktik në kaluarën kur ka pas negociata për marrëveshje, po le tretë, derisa ka përfundue negociatat midis dy palëve që janë të negociu nuk është përzi. Nuk e ka prish rënien e negociata. Prandaj i kanë numrat, e kanë gatishmërinë, e kanë mundësinë, nuk është në diskrecion, nuk është në vullnet të asnjë individi, të asnjë subjekti politik me u vendos mbi kushtetutën. Zoti Kurti nuk don bashkëpunim, nuk don partneritet, don nënshtrim. Partia Demokratike e Kosovës, bazuar në gjitha këto fakte, ka ardhur në qëndrimin e saj, i cili është i qartë, është publik, është zyrtar. Ne do ta luajmë rolin ton në Kuvendin e Republikës së Kosovës si parti opozitare. Me kritika, me alternativa, po edhe me përkraje çështjeve të rëndësishme për interesin e vendit. Edhe marrëveshjet financiare ndërkombëtare, edhe tema tjera cilat janë në dobi dhe në interes të Kosovës dhe qytetarëve të vendit. Mirë po, nuk ka situatë më serioze, nuk mund të ketë situatë më serioze se sa suspendimi i rendit kushtetues, se mos respektimi rregullorës së punës së Kuvendit, se mos respektimi i vendimeve të gjykatave të përfshi edhe vendimin e gjykatës supreme, nuk mundesh me konë të njëjtën kohë edhe deputet, edhe ministër, edhe kryeministër, dhe normal sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës kam pak angazhime më shumë, edhe se sa deputet tjerë që e kanë veç pozitën e deputetit, sidoqoftë unë jam shumë injas, shumë falenderues për sjelljen shumë korrekte, shumë dinjitoze të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës. Vendi punës të deputetëve është salla e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Askush nuk ka të drejtë ta pengoj deputetin për me kryer aktivitetet e tyre si deputet brenda sallës të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Unë shpreh respektin maksimal për gjithë bashkëdhetarët tonë, se bashkëdhetarët tonë nuk i takojnë një subjekti politik. Na gjithë kemi familjarë jashtë Kosovës. Kanë kontribute të jashtëzakonshme, edhe gjatë viteve të 90-ta, edhe gjatë periudhës luftës se mbojnë më mirë, edhe përmes kontribute financiare, edhe përmes ne vazhdojmë me besu në drejtësi. Lider ton politik, edhe historik, ka dhënë shembull që kur është interesi i vendit, e të kalojnë vetveten dhe ballavaçohen me një proces të padrejtë në dobi të vërtetës. E vërteta është që lufta e ushtrisë ligjëtare të Kosovës dhe e qytetarëve të Kosovës ka qenë e imponuar, ka qenë e drejtë, ka qenë luftë për liri dhe pavarësi. Ne besojmë drejtësi. Populli i Kosovës e pret me shumë interesim datën 16 shtator. Mbi bazën e asaj që kemi pa deri më tani, nuk ka asnjë arsye, asnjë fakt, asnjë rrethon që çon në një vendim tjetër, pos vendim lirues për liderët tonë, për ish udhëheqësit tonë, edhe gjatë kohës të angazhimit tyre deri në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, po edhe në shpalljen e pavarësisë dhe në ndërtimin e institucioneve. Aja është temë që
është proces i ndarë dhe nuk kisha dash dikush që atë çështje me ndërlidh për me prodhu situata të pakëndshme dhe të panevojshme për vendin.